Policia greke ka goditur një organizatë kriminale e cila importonte ilegalisht në Greqi sasi të mëdha municionesh nga Shqipëria. Në prangaram 5 persona, 4 prej tyre antarë të grupit kriminal mes tyre dhe një shqiptar. Pas hetimeve u zbulua se antarët e grupit, të paktën që nga prilli i vitit 2025, ishin krijuar dhe ishin bashkuar me një organizatë kriminale, me qëllim importimin ilegal në vend dhe shpërndarjen e mëtejshme për shitje në zona të Kretës të sasive të mëdha të fishekëve dhe municioneve, me qëllim përfitimin financiar të paligjshëm. Ata merrnin porosi për municione dhe më pas kujdeseshin dhe siguronin sasitë e nevojshme nga një furnizues i panjohur që vepronte në Shqipëri. 3 nga antarët udhëtonin me rrugë toksore drejt kufirit me 2 automjete, njëri prej të cilëve ishte një kamion i konfiguruar në mënyrë të përshtatshme me një vend të posaçëm për të fshehur municionet. Më pas këto municione shpërndaheshin në tregun grek, kryesisht në Kretë. Antarët e organizatës kriminale kishin role të përcaktuara. Një 65 vjeçar ishte në krye të organizatës. Ai mblidhte porositë për fishek, udhëtonte deri në kufi ku mbikëqyrte marrjen e municioneve dhe pagesën e parave, ndërsa vetë kujdesej për shitjen e tyre në Kretë, duke udhëtuar me motociklet. Një 72 vjeçar kishte krijuar një vend të posaçëm brenda kamionit për të fshehur municionet. Një 73 vjeçar kishte marrë përsipër detyrat e shoferit të kamionit, me të cilin udhëtonte deri në kufi dhe më pas kthehej në Kretë. Dhe një 41 vjeçar shtetas shqiptar kujdesej për sigurimin e municioneve nga një bashkombas. Gjatë operacionit, oficerët e policisë nga Departamenti i Krimit të Organizuar i Kretës ndaluan dhe arrestuan 65 vjeçarin, 72 vjeçarin dhe 73 vjeçarin dhe sekuestruan mbi 24.000 fishek që ishin fshehur në magazinën speciale të kamionit. Sipas mediave, të arrestuarit janë identifikuar si Manolis Janulis, Nikolas Lagudakis, Jorgos Karksionakis, Manushos Pisadakis dhe shtetasi shqiptar Kostika Braho. Përveç kësaj, gjatë hetimit në Kretë u arrestua dhe një 30 vjeçar, i cili më parë kishte bler fishek nga antari kryesor i organizatës kriminale. Në total, kontrollet e kryer në automjete dhe shtëpi u gjetën dhe konfiskuan 24.126 fishek, një pushkë luftarake, 900 € dhe automjete.